Salamu alaikum të ndërruar ndjekës të portaleve të Mexhlisit Bashkisë Islame të Ulqinit. Ne vazhdojmë emisionet tona personalitetin e Mexhlis. Sonte kam musafir personalitetin të njohur, hoxhen ton të nderuar, musafirin tim të dashur, inshallah mikun ton të Ulqinit. Përpara kishin thënë Ulqin e Shkodër vlla e motër. Hoxha joni nderuar Burhan Fili, mirë se na erdhët. Asalamu alaikum. Mirë se vjen, aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah i nderoft. Hoxha ishte i njohur për shumë gjëra, po për kontributi i hoxhës nuk guxohet të harrohet. Një nga komente më të shpeshta të cilën gjatë hulumtimit të jetës suaj unë e gjeta është një zë i ashpër kundrejt padrejtësisë, ku me të vërtet ju ishit një motivim i imi i madh që unë të filloj një nisëm të këtil, për arsye subhanallahu se ne kemi nevojë të jemi aktiv, se kemi marrë një amanet që ne të punojmë, të japim mesazhin, të përçojmë mesazhin dhe së pari do të fillojmë me hoxhën nga fëmijëria e juaj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të parë falënderoj Allahun që rishon që bën të mujtën këtë takim në këtë zyre me Mexhlisin tuaj. Që be pa për jashtë nuk në përshtypin e një diçkaje që shef merë, mashallah, që e kompletume, që ka tamam një reflektim i Zotin Lekut, që Ulqini e ka mishnu dhe mishnën, dhe do të mishnojnë, inshallah ta'ala. Ju falenderoj për stashën një herë për respektin, nga dishpërinë që keni që të ftoni, që të jem mësafir i sofrës tuaj. Në këtë prag që është muaj Shaban, që i paraprin muajit Ramazanit, që inshallah na gjenesh në shëmirë. Dhe unë vej nga një ultimi gjatë, unë kam linë 49-ën në Koplik, dhe alhamdulillah kam kënë fëmijë i një familje të madhe, siç ka kënë gjithmonë shqiptari. Po me të gjitha ka kënë shpirti i dashurisë dhe i fesë me të gjitha. Baba Rahmet Past ka ditë shumë mirë kanlishten, ka shërby xhami jo me rrogë, por vullnetarisht. Prit Allahut. Alhamdulillah rabbil alamin. Dhe ka ditë ashtu gjithashtu dhe gjuhën bosnjake, diku në gjuhën tjetër. Nëse edhe rritën në atë ambient fetar. Dhe ajo mbrëmosi mua dhe me njenjat e fesë, ku pash nga afër aplikimin e islamit, nga baba dhe nana. Dhe ajo më formoi mua, ose më kaliti mua. Dhe gjatë udhëtimit tim si fëmijë, kam pasur peripeciza, neshje me mosh krejt njohëm, me mësues në shkollë, sa atëherë kishte filluar lufta kundër feve, ateizmi, Shqipëri që ma vunë në veni par ateistë në botë, dhe qëndrimi që më ka majtë ndaj mësuesve, nëse më shkret njohëm ka qenë, isha që për mu, dhe sot kur e menoj, e më knaq, dhe më thanë kundërshtimi që i baja atyre unë. Dhe njëherë një rast që mësuesit dështë ma prishtë Ramazanin në moshën 10 vjeçare dhe refuzova, dhe këtë qëndrim ka qenë gjithmonë me mu, dhe është e ndë sot. Pra ka nësi bromosja e fëmijëve me njenjat, me mësimet e Allahut, që t'i banë pjesë e jetës tyre të natyrshme, jo të thjesht zakon. Dhe kjo vazhdoi gjatë moshës rinis, dhe më kujtohet, theksoj këtë që feja u mbyll 67, u mbyllën dyrët e fejeve që kishte Shqipëria dhe u proklamua se u shpall Shqipëria veni i parë ateist në botë. Dhe gjumaja funi që kena falë, ka kënë mars të 67, kena qenë 4 vetë. Imami, baba Rahmet Past, unë edhe një tjetër smajme në kësha kënë, nuk ishte prej zonës tonë. Me 4 vetë falëm gjumajnë u mëllë, u prish xhamia.
Ne duhet të përdorim tregimet tuaja, jetën tuaj, që ne si rini apo të ardh, ato të cilët do të vinë pas nesh, të marrim mësim të thellë, për arsye se është një thënie e njohur, kohrat e vështira bën njerëzit të fortë, kurse kohrat e lehta, të diçka e cila është komode, e rehatshme, begati, mirësi, krijojnë njerëz të cilët janë të dobët. Por kjo kohë 67-ën e tjerë juve ju pruni deri në një moment ku në 1976 ju bëni diçka të cilën pa kush e ka bërë. Vetëm për fe, ajo është arratisja e njohur. Do të na tregoni se si ishte kjo arratisje, të na përshkruani paksa, të na figuroni. Ajo arratisja ose ikja nuk ishte thjesht një rezultat kështu i dalën aty për aty. Pra kjo je që tash, jo vetëm unë, por gjithë shqiptarët e Shqipërisë zyrtare, që u synume për regjimin më të egër, anti-fetar, dhe bani që të krijoj një jetë e zymt, një jetë e ranë, një jetë pa frymëmarrje, pa klorofil, një jetë pa thjesht gjysë vdekur. Pra, jo vetëm rinia, por edhe mosha të tjera ndishin veten si një vacuum, një boshllëk shpirtëror, boshllëk shoqëror, se xhamia, feja t'jep edhe shpirtëror, t'jep edhe shoqëror, sepse të bashkon xhamia, xhumat, namazet, taravit, gjitha këto entuziazmi që më në mridhen gjitha moshat, kjo u fik, kjo dritë që ishte duhet tjetë, u fik. Dhe më në baba në rojnë jetë, në 72-shin, e kam pas shumë shok për të është. Jo për të është për që ka një shok. Të afërt. Jasë zakonisht shumë, edhe në rojnë jetë, pra filloj jetë duke u renu. Dhe duke pas se nuk ka në dritë që të shihet i që shqepti i shpresë, që mund të ketë ndryshime, që ndryshime duhet bashin në individuale të vetë. Sa mund të bëjë ndryshim? Ti ishe kundër qeverisë, ishte fudollek, ishte marrëzi, se si deli kundër atij tufani që ishte. E vetmja gjë ishte që ti si individ të zgjidhësh një rrugë. Vetmja rrugë ishte arratisja. Mirë, po arratisja nuk ishte e lehtë, se ti në Shqipëria ka kanë mbyllur, ka kanë izoluar tash. Edhe shqiptarët e Shqipërisë, me u thonë se kuptojnë mosha e re, plason. Si ka mundësi që t'jene, sot jemi open buffet, dalim shkojmë si masjefit. Atëherë s'ke mujtë me lëviz për shembull nga Shkodra me shku në punë Durrës, nuk ke mujtë pa dan lejë aty, në vetë qeveria. Çdo gjë ka kanë koordinuar, ka kanë caktuar ku do shkosh, ku do punosh, ç'ish do bësh. Kështu që kjo pra krijoi atë shtytjen. Që duke pasur kjo jetë është një jetë. Sa dhe si gjanë shtegu i vetëm ishte pra arratisja. Që arratisja vetëm ku ishte o me not pra liqeni, ose ikje toksore. Toksore ne kishim largë, se Korpliku është 7 km për Shkodrët, dhe vetëm në rrisë liqeni. Me ikë në zonën ku unë kam jetu, liqeni ishte shumë i gjanë, 17 km, deli në krajti, po ti kishe një varkë mund deli në kraj, ama me shumë noti, ishte paralizueshme, sidomos në trysnin e frikës ose do shiheshit. Nëse do menosim dy shok tjerë që të arratisim në atë pjesën ku liqeni është më ngushtë, që del këtuzi gati, natuzi. Dhe ashtu u venose, po prani që të gjej shok ti për t'i besu, pra besnik për t'i besu ishte e vështirë. Që gjej ti diken që t'i besoj se mos arratisjen ose propagandën kundër që regjimit ishte vdekjeprurse. Kështu që ne ato shokët duren besnik dhe u nisëm ne lam Shqipërinë natën kuptohet. Notum gjithë natën, nesër prapë, se pjesa ku kemi ikë ne ka shumë moçale, ka shumë kneta. Ka mundësi që të ndalesh. Ndalesh, do të vështirësohet, se ka notim aty, ka ecje, bald, luc, dhe pastaj dulme ne mas 2 ditë, 2 net. Dulem në anën e që thash katunit e Nërhelmi quhet, katuni i parë,
ku aty jetojnë familja e Çulmule, baraktari i Hotit. Kishim dëgju, kishim miqësi me ato. Dhe shkum shtëpi tyne dhe aty mani na stërhun një natë, deset erdhën na murin ato, që ka qenë sigurimi atëherë shumë UDB-ja që ka qenë ato. Na çunti të gratë, për të bënë një gjyq të vogël edhe në burg 21 ditë. Subhanallah. Po të gorit. Subhanallah. Mirë, po tan frika ishte se mos na kthenin. Se ishte mundësia që të kthenin në Shqipëri për shembull. Kështu bënin nga herë ato, kur interesonte. Por nima Zotit, pra kjo garanci që të kuptohet. Se do kishte aftësia jonë që ne arritëm për të ratisë. Ka pas e tjerë që janë mënu mu ratisë. O i kanë vërdzan, o i kanë vra, o janë mytë në liqen, por ka pas shumë probleme. Por Allah i të shanu me dorën e tij. Na shpëtoi. Na çojnë në vendin më të mirë që familja Çulmuleve, familje besnike. Dhe prej aty mani ne morëm rrugën për në Itali. Kam refugjat. Fillum një jetë tre, një vend izolu, dhe duhet të theksoj këtë që kam thënë ndoshta herë tjera, po që sa mrapa kemi qenë, sa mrapa është ende Shqipëria me ju, me ish Jugosllavinë, me vendet që ka shkini sot. Ne kur na murën prej shtëpisë Çulmule për na çunë burg më nei. U nalën atë me një veturë civile, nuk ishte kështu thjesht, do smerte gjë kush ishim ne. Dhe u nalëm ke një si qenë tregtare, dom në kuqë që ka qenë. Po, rrugë në kuqë. Rrugë në kuqë që ka thoshte. Edhe po po ishte në atë kohë moderne ajo, ishte si një qenë tregtare, rroba gjana se. Edhe himni bashkë me ato. Edhe se shblenë atë ku diun, aty shikiu, shohim në eskalator shkalla me korrent që ecën. Po. Hera parë që pam një gjatë ti, pa e sa Shkodra me Podgoricën janë 40-50 kilometra. Ka që ti zelun këna këna. Hera parë që pam pra një fenomen tillë, një shkallë me korrent, ka qenë viti 1976, 27 vjeç. Që unë quaj vetin njëri që lexoshë e fije më shumë se të tjerë. Se librat tona ishin tanë që kishin punë. Pra ishin kaq të izoluar. Kështu që prej atë pastaj na morëm rrugën për në Itali, aty në kamp, ne 5 muaj gjysmë 6, prej atë më në Amerikë. Subhanallah. Shumë gjëra të cilat ne do të marrim mësim. Por nga Amerika ju po bën një rrugtim tjetër, nuk po ndaleni në Amerikë. Jo në Amerikë po njoftoni një njerëz të madh, të cilën ne subhanallahu nuk e arritëm, por ndëgjojmë shumë për ta, ishte shkodrani tjetër, Hoxh Vehbi Ismaili. Kontakti ju me të. Ai tash shkuben në Amerikë, se ne ta si refugjat i zinë se kur shkon kur çojnë. Por në atë kohë ishte e lehtë për ne si refugjat stërhoheshim dikon, se numri i aratisëve, sidomos nga Shqipëria, ka qenë krejt i vogël. Në vjet mund të ishin 10 vet, 15 vet, për krejt Shqipëria, se ishte vështirë aratisa. Dhe edhe nga vendet ish komuniste, nuk ishin shumë. Ma shumë që ishte Polonia, ishte Hungaria, Çekoslovakia, Bullgaria ma pak krejt, ma shumë se ne, ma pak se këto tjerë, Romania kishin këto. Dhe në atë kamp aty, se ku do në qonin, jenë mshirët, se refugjata shumë zërë me kenë. Për ne të vllazërit të mota trunë që përvujnë refugjat në vendet të nështët botë që janë, duhet lutemi, të majmë doa, të kemi doa tonë. Dhe doli pastaj që po shkojmë në Amerikë, atë na duhet se mund shkojnë në Amerikë, mund shkojnë në Kanada, mund shkojnë në Zeland 3, mund shkojnë në vendet skandinave, Norvegji, Suedi. Ishte lehtë në atë kohë për çu, ama për të arratisë ishte zor. Kështu që ne zgjodhëm se bëhan, shoh Amerika më një mall. Se tanë një për mësë të kam e kanë e funit ajo që po shkojmë edhe shkuam atje. Aty doli nga ana jonë që kishte ikë para nesh ai. Që njihshim ne atë, dhe ishte stabilizuar në Michigan, në Amerikë, për Detroit. Dhe ai më ka telefonuar herën e parë që kam marrë telefon dorë time, ka qenë në kamp të Italisë. Bëni telefon ai për jashtë Michiganit. Polici që ishte atë më thotë ke një telefonat prej Amerikës, dhe folëm atë, më thotë, thot këtu Michigan, ne kishim merë me shku tjera, kur me shku
diku në zona Kalifornia që fija klima më e mirë ku diun. Edhe thotë kena xhami, kena imami është për shkodët, kena komunitet. Edhe bani zoti Murat, shumë bukur kjo doli edhe unë njifsha atë, edhe ne të njifshim atë. Ishte më mosrin mosh pak. Por një familje fetare, baba i tij, që burgos, që hosh baba i tij, po të burgos 5 vjet. Pse tha që një stabile jo të feja, vetëm me këtë fjalë më dinu 5 vjet. Pse pa flet ti për këtë. Kështu që edhe shkuam në Itali, në Latin Amerikë, na pritja ai me miqtë tjerë që kishte shqiptarë. Pjesëtar të xhamatit. Edhe atë takova ne fillova të takoj njerëz të ndryshëm aty. Kishte shumë ana ju kishin shku këta, ana malet nga kraja, nga Marcia, hotje, gruda, pshenta, vende të tjera. Dhe ishte Mevlud Sharif. Edhe thotë miku thotë ka Mevlud, a keni qef marrë? Shkollës kishim një gjuhë për Mevlud. Thonë pse jo, dhe shkuam atje, takum imam Bebin. Ime një zyret vogël kishte ai, po plot libra, arabisht, anglisht, shqip. Na priti, ai ka vëllëkot që ishte se bën shik në lut pak dark. Një zbavitje. Mbledhje, xhamat. Një zbavitje më aty është për të kaluar kohën, dikush që pak më lut. Dhe atë më ne filluam me Bebin dhe u bëm miq, thënë drejtën, më kanë mua që ditë e para më kanë mua zakonisht shumë se aty mora librat e para që ishin ndaluar në Shqipëri, aty në shkrimtarëve që kemi pas e kemi, si Fishta, Konica, dhe mani me të fillohu dhe gjuhën arabe, imamin, mani më sugjeroj që gjej në një arab se është mira që gjuhët mësohet nga një që flet gjuhën e nënës. Ai me modestinë e tij, ta mund të ndihmoj sa të mundem, po mira që gjejmë dikën që është arab, që ka theksin e duhur, ka të duhur. Dhe vazhdova mani, po njëri ko punova dhe vazhdova shkollë, pasi mësova anglishtën më mirë. Fillova në institutet se ka 2 sistemi college, institut për 2 vjeçar që e mërti, mani i transferon dhe të lani të universitet. Që bjen ma lirë kjo dhe ma mirë, ma letë. Dhe ashtu fillova në Wayne County Community College, mani për atë Wayne State University, dhe arabisht të ecë me mundësi që kështë, dhe imami thash që do ishte mira që shkojnë diku neve në Arab, se shumë për ecë i ka dalë. Këto dhe fillojnë studimet. Dhe që pësoj diku në tha, po ka mundësi. Si gjeroj, shkojnë Kairo në Egypt në zherë, dhe me misit që kishtë ende e runde që se ka jetu në Egypt, nga 37-8 deri në 49 ka jetu atje. Dhe kishtë miqë të niveleve të nërshme, të fushëve të nërshme, dhe më rregulloj mua atje, u pranova, u kuptova me, edhe erdhim, shoqënoj mua deri atje. Vetëm që më rregulloj që dhe vini bursën ose por edhe erdhi me mua dhe ne në Kairo 2 muaj kishte më të miq dhe më prezantoi mua me gjithë dashamirët e tij. Ani këtë hoxhallar për shembull, sot ju që jeni të ri, nëse keni një mik, sa prezantoni edhe me njerëz të tjerë. Mos u bani domethënë ashtu të mbyllur. Ta afron njëri tjetrin. Se shumë gjatë për punën se fitë. Ja, sot po përmendim ne atë. E kanë rrojet është 15 vjet. 2008. Pra pastë, ne po kujtojmë sot për shëndetësi. Me ato mirësitë e tij. Pra ne të bësh hoxhallar, gjithkusht vazhdon do ta ketë këtë frym, këtë qasje që pse dhe të ndajmë të mirat me tjerë. Dhe ashtu bani ai Rametlia. Jo me miqtë e tij, me shokët e tij. Dhe jo ala si porosi aty nëse unë ishte aty pak shqiptarët si pas shqiptarët e pak të mas studentët që ka pas prej Kosovët, Maqedonijet, Naim Efeli Tërnava, Reshat Efenia, Ahmed Rama, këto që kanë kënë Moleko Hasibi, Romet Pas, ishte aty, hoxha Joni Dashtën, Zekaria Bajrami, që ishte bashkë në një natë, dhe është shumë bukur se lugara këtu këti, ban telefon dikush prej Kairos, ai punon radio në gjuhën shqipe që kemi hapur ne atëherë. Se na kishte parë ato hoxha që qitë duke në rrjetet sociale, sa fotografia atje dhe pra këto mirësi do të ndahen, do të mos të bëhemi, do të jemi sikur ajo
lulje dhe në filje që e ti e mërë, ti e marë në shëpëri se ti e ka për dorë, pa aromën se analë do t'i dhe shpërndat edhe të këtirë. Ne do t'jemi të tilë. Kështu që Imam Vebia për një punë të mrekullueshme, unë e kam shmull dhe shmoj dhe jo i njifti në përmjet i bebra që liber që ka po, a i ka punu më mjaftë. Rreth 35 libra. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Subhanallah, kontributi juaj shumë është i madh. Ne nuk do kemi kohë shumë që të flasim të gjitha, por dy dua t'i cekja, ajo është e para se ju keni shkruar rreth 8 libra, ku shumica janë në gjuhë shqipe dhe ka nga ato në gjuhën angleze. Por duhet t'i ceki se bash ajo fjali apo ajo thënie të cilën unë kam kërkuar për ju, ajo është një zë i ashpër kundër padrejtësisë. Mos ju gjithmonë ishit kundër padrejtësisë dhe kontributi juaj shumë i madh, të cilën subhanallahu ishte motivimi im më i madh që unë ta filloj këtë nisëm me këto emisione, me këtë podcast, me këto me lejen e Allahut fuqi plot. Këtë nisëm është radio në gjuhën shqipe në Kairo. Diçka për mua si një ri diçka pa imagjinueshme që të hapet një radio në gjuhën shqipe dhe të ndëgjohet tek shqiptarët. Për arsye se ai ishte me sa diun radio i parë islam në gjuhën shqipe, thirrja islame. Dhe subhanallahu ju pas përfundimit 2 vjeçar të gjuhës në Kairo në Esher, vazhdoni fakultetin studimin në Esher, po të njëjtin universitet, dhe pastaj subhanallahu ju po formoni, po e themeloni një gjë shumë të madhe ku dhe sot e kësaj dite ku para se ta filloni me misionin ju më treguat se sot ju ka thirr njeriu dhe ju ka treguar se për ndogjarje rreth asaj radios dhe ajo radie deri tani po funksionon subhanallahu. Na tregoni nismën e saj. Ajo shumë prekse kjo. Radio që thotë që ti vllai dashë ti deri Allah dashë të mira suksese të gjithëve. Ne si musliman, njëri në përgjithësi, ne si musliman kemi obligime të tyra. Na i vetës, kuptohet për para, na i familjes, na i shoqërisë, na i amaneteve që na ka lanë Allahu i Rishanu dhe pejgamberi që ta ndajmë atë që kemi na ka dhënë Zoti me të tjerët, që të bëjmë ç'është mujtën në atë mundësinë tonë diçka për hir të Allahut. Tash në 1985 Shqipënia ishte mbyllur komplet, ishte izaluar, ishte. Dhe masi unë mësova deri diku në nivel të kënaqshëm gjuhën arabe, shpëton se ti ke material për shembull çfarë do të si ai biznesmen, jemi gjithë biznesmen tujar. Allah i rëshon e përshkruan tijaratun ja i helladhina amanu hal adullukum ala tijaratun tunjikum min adhabin alim. Pra Allahu e thon jetën tonë, vëvëzarin tonë, qasjen tonë, gajlen tonë, derdin tonë, e të botën shpirtërore e quhen tijaret, biznis, tregti. Për kë? Për hir të Allahut xhallahu. Pra ti ke mësu diçka, tash ti mos e moj për veti. Mundoj ta ndash me tjerët. Kështu që unë jam nis nga kjo. Dhe para se të fillon të puna radios, ka qenë përkthimi i librave Arbaun Hadith Nabawiyya o Qudsiye. 40 hadithet dhe libri Islami në fokus, ta kanë qenë para të radios. Ma ne erdhi ajo ideja të libra kuptohet që ku i shkon të mendë se këto libra do shkruajnë në Shqipëri një ditë. Qëllimi jam ishte që të kishin të shpërndarëshin shqiptarëve në përbotë që në Amerikën, në Australi, në Europë. Në Shqipëri kam pas gjithmonë binjen, kam pas alhamdulillah, që Shqipëria do hapet. Sa shpejt Allahu më dinë, më që binja ishte se Shqipëria do hapet një ditë. Kështu më thotë baba Ramet pas kur ishin atë kohë në Shqipëri, se mos e mërzit se ka herë mos e mërzit se kanë me ndryshu punë, kanë me ndrru hesapet. Thotë Ramet pas. Se rrej kështu gjithmonë, Allahu nuk e lën gjithmonë kështu. Do ndryshohet. Do ndryshohet për të mirë. Dhe erdhi kjo ideja e radio, se si mund të ti mund të bash një libër, por livi ku mund shkojnë 100 vet, 200 vet, 300 vet. Për shembull, do hapesh diku ishin në Australi sa kopje të shkojnë në Australi, 100 kopje. Në Amerikë 500, në Evropë 500. Gjaja kryesore, gjaja vendimtare ishte zani i radios, kjo që po bën ti. Zan.
Dikur ishte radio, kurse sot është, domethënë, komunikim përmes kamerës. E ke gjitha sot, apo në atë kohë kjo ishte. Pra që të bëj, që të krijojë mundësia për të arrit tek shqiptari, që të më shqipnisë zyrtari, izolu, ishte në intervaleve të shkurta për radio. Të shti punës si do realizohet kjo. Ideja është ne duhet të jemi gjithmonë njerëz të idesë. Që të menojmë gjithmonë Allahu në shon na urnon që të jemi ala të dhakkarun, ala të dëmbarun, as menoni, as vëzoni. Na fton Allahu gjithashtu. E ne rrim fjet. Jo s'po bëjmë kur gjë, s'ka si bëti, nëse se në visti, kur gjë, unë s'kisha artu nëse ti s'u sheftu mu. S'u dha përse jo, kam një gjupër, ka punë e madhe. Kur fton, kur bën jam me borxhdibet ju përgjigj ftesë. Allah është problem. Dhe kjo ishte ideja, dhe pastaj ku me anis, do të thonë me kërku, me kërkesë, ku me kërkesë. Menimi dhe bindja ime ishte se kjo mund të realizohej vetëm nga Arabia Saudite. Veni mall pasonik, veni i dy veneve shejta, Mekë, Medine, por nuk doli ashtu, pastaj ideja që Egjipti edhe filloi gjithmonë me shoqërinë mirë, pa nga shok, miq, se shoqëria media ka rëndësi të madhe shumë. Ku është nerv. Po dështë që ta gjesh, do ta gjesh nervin që ta kapish. Dhe bani Zoti emër që të isha me njerëz, kujtohet një prej tyre ka qenë morgjë shqiptare. Kohët me Metali Pash, se ishte shku familja e tij. Ai runta atë krenarinë shqiptare. Ai më nimoi me disa gazetarë të tjerë, me artikuj të ndryshëm, biseda të ndryshme, qarkullime të ndryshme. Ezheri lojti një rol vendimtar, Ezheri sidomos kryemami i Ezherit, Allah i mëshiroj. Atë edhe shumë të tjerë e mirëpritet ide një diçka që si shkuat më kërkuj se me thonë kush ishte unë. Një student, bile kam shku më është male. Të tjerë ka qenë të rikret, si ti përmena unë të. Molla Zekeria ka kanë nërshë vjem, se ma rrisë se unë, po pra, ai në ime për internava, ata kanë qenë të krejtë të ri, në numeri 22-25. Dhe, kush është kë? Moran Fili, prej ka është kë, prej Shqipëri, sa më për Amerikët. Më thënë, edhe kjo nuk të, nëj diçka s'kishe unë që referencë, që të kejsh diçka për shkak. Dhe, po kur ke referencën në ke Zoti, referenca e unë është besimi në Allah. Ne gabojmë në mbështetemi tek njerëzit. Kë ka me e bon, ai s'ka me e bon. Ja. Mbështetje u ala rabbihim yatawakkalun. Dhe në Allah vetëm në mbështetje. Mbështetje si më i mirë. I vetmi mbështetje që mund gjejmë është mbështetja e Allahut. Pra ne nga njëherë e rrejmë, e mashtrojmë vetin. Kujtojmë se kryetari i bashkisë, kryetari i komunës do ta rregullojmë punën. Jo. Mbështetja e Allahut ti ne pse bëhet. Dhe kështu po. U arrit vetëm Zoti dynësjari, me vështirësi, ku një vjet gati ka shkoja, ma n'ishte ku me gjithë njës që flasin. Kishte studentë, kishin frikë aty në atë kohë, ishte ende, ishte 86-87, ku shpinot se i komunizmin do binde në 91-shin. Kishte studentë, një studentë tonë shqiptarë që ishin atje, por kishin frikë, ndrojti edhe nuk u. Kush erdhi dhe hoqë Mazllami, Zoti i shpërblet me të mira, Mazllami. Edhe nga Prizreni edhe Recep Morina që është në Amerikë është ato dy erdhën. Ma ato se s'habesh për programin me një njeri. Ja, duhet pak të dy. Xhamat. Xhamat. Që i shka qenë një historinë vetë, po që kur nuk të themi se s'mund bëhet, ose s'mund të bëj, ose nuk arrihet. Çdo gjë arrihet me emrin të Allahut gjithashtu. Por don përpjekjet e veta. Unë me gjithë ato tash media do të rol transition. Shoqënia, shoqënia që imam e bija la dhe unë investova. Shoqëria që unë krijova me ato për masat e mia. Dhe kjo çoi tek ajo që është rezultat. Që stash sot vallai son në duke arkitektu, telefonon ai djalin që ai ka me në 2 vjet që ende vazhdon e ullhejtë radion me... Aty kanë punu të paktën 50 shqiptare. Hoxh Vebia e mblodhi një lule e quajtur Burhan, dhe ajo lule, alhamdulillah, jizdahiru. Ajo po, lulizoni inshallah.
Unë do t'i ceki, do t'i përmendi disa nga mediat më të rëndësishme janë librat e juaja, nga pende juaj. Ato janë kërkim në botën e imanit, shtektim me vargje, do të jetoj, shpresa është e gjallë, e cila është edhe në gjuhën englishte, burnie foli, pluhun necje, arratistja spektakulare, je kriju të jesh yll e jo meteor, dhe poshtu në gjuhën englishte, dhe libra fundit, kala e pamboshtur. Kala e pamboshtur do të cekim se kjo është një libër në vargje duke mbrojtur kalën e pamboshtur është Gaza, Palestina. Por ju subhanallah, këto libra falë Allahut fuqi plot, ne I kemi në duar, ne I marrim begati dhe mirësin nga pende juaj. 1991 ju po ktheheni në Shqipëri, në vendin am. Si Shqipëria di dhe sot? Unë, që tash, kur ika, unë në të kus fetisht të lume, agjeroshim nër sekrete, fani, aj që fani gjithmonë nër sekrete, do gjaj se sekret, gjenezeja pregaditim nër sekrete, ato që dishin se ma vërë dhe harru njërë të shkoj gjatë, pra u kryu një boshlek I malë të gjitha sferat e jetës. Dhe që tash kam pas bini gjithmonë se do bini një ditë që do hapë Shqipëria. Të ndryshohet. Dhe kjo erdhi datë formë sa që më la mua të kur fillun me fry ernët e ndryshime me Shqipëni, 90-ën, që hapë edhe Xhamia Plumit, u leju në fetë, Sabri Koçi. Sabri aty Ramet Pas Hafizi. Dhe unë më rasti me taku e dije se janë në gjë, po se ku janë se kam ditë, ambasada Shqipënisë ka kënë Kairo, po s'ka pas lidhe kur me ta unë. Dhe një rast që ven atje, dikush më afrohet, shqiptarëj, ishte konsuli I Shqipënisë në Kairo, në ambasadë Kairo, shqiptarë në Kairo. Dhe më afrohet, më thot, kemi me nërshu, kena da që mund të bashkëpunojmë ne, ti mund të kthesh në Shqipëni, me pa nanën, me pa atë. A ke parasysh atë kur del nga hiqit, një gjë që se priqe. Nëse komunikum, edhe I bana I vizita ti në ambasadë, që dhe di se ku ishe me thënë drejtë. Ku ishte ambasada dhe I thash për Shqipëni, për nanë, për të mos e mërzit. Se nana e Shqipëni janë me mu gjithë kur shkoj unë, janë nëse doni e bënde shka, unë kam një propozim që të formoj, me një mësotit, një delegacion të vendeve stemane për të vizitu Shqipëni. Jo më banë në bësajnë. Edhe la, I ka me këte, thash me nonim kalzoni, dhe shkoj një artikullë. Kam pas një gazetarin, një mikat e Ahmet Bergjeti, Ramet Pastem, ka gjë artikull që kam shruet, ma kam botu. Kishte shtyllë për diqme, së nduket dunja. Arka e botës që vaj. Aty edhe kishte kabelia I dhe atë artikull të të shumë njëri mirë. Në gjënë arabe. Gjënë arabe, kuptohet. Dhe shkrov artikull, edhe ma botoj mu, Rametlia. Gazeta El Ahram, gazeta kryesore. Dhe me të njohrat. Dhe bani 3 artikuj. Shkrojat. Nëse shkroj këtë letë, matë artikull të botu, mund me gazetën, shkohet në Arabi Saudi, se këta të ambasatë tonë mund bëhat e punë. Gjithë shku të Ramit Alem Islami, lidhe botës Islamin me që janë në Mekke. I njifshë disa për ty në unë, sekretari për qirëshëm, disa tjërë. Shpillut njësha unë, nuk ishte I pa një, fillohen lidhe ishte fillu ka Xhamir. E takova atje, shkova atje, dhe thash kështu është punë. E pritin shumë mirë atë. Edhe thash, nëse do një kërkoni një kërkesë nga na ju që do, shkruan kërkesë, më thotë mu, merr edhe çoj, thashë, unë se çoj. Unë e marr këtë, ju keni përfaqësuesin tuaj në Kairo, dhe ai ta çojnë atje. S'do marr në korrieri ju, s'jam pas tjerë. Vinë zyrtarisht nga ju, unë ju ndihmoj ju. Ashtu po, me shkruan letë, me shkruan kërkesën, shkova në Kairo, takova që ishte nga përfaqësuesi I tyre. E njifsha atë unë, pak. Edhe me të shkum në Shehz Herit. Dhe mes beta gjatë shumë ty, Hafiz Sabria erdhi në Kairo hera parë në historinë tonë që me ftia e Shqipënisë marrë pjesë konferenca islame.
Dhe ka qenë mars të 91-shit. Ne udhëtume me 15 muaj të 91-shit si delegacioni nga Arabia Saudite. Na morin në Kairo, dhe prej Kairo arritëm në Tiranë. Me avion pasaqë. Dhe arritëm në avion Rinasit, aty ai piloti pa të vështirësi më ulë se aeroporti s'kishte ndryqimin e duhur, pista ishte për smarrit, nëse na pritën ne këtë ministër, ishte Ramiz Alia ende në fuqi. Na pritja ai me Sali Berisha si apozit, nga mas pashko zemen si ti, Hafiz Sabri Koçi, Sali Ferhati zemen si Sabri Koçit, na pritën ne, pra të kishar familje me prej Koprikut, për Shkodrës me prit, dolëm 5 minutë sa më pa kështu dhe aty pa Shqipënia mbërdhitën. Shqipëni e lanë mesdore. Që një kueta që shqipë shikoj gjatë tja. Ma ne me delegacionin bëmë sa vizirë në Shkodrën, Kavaj, zyrtarisht ata u bëmë vizitë Ramiz Alia, unë nuk shkova, më thënë, zëshë me pa. Dhe ne në pak ditë ata iket, ma ne filloj ajo ultimi im, njoja pra me Hafiz Sabri Koçi njohta në Kairo, sa atje kur e pritëm ne ata, kur edhe në konferencë, dhe filloj që mund banim ne, pra fillojnë këto qasjet për të arë Shqipëni të sheqatave të ndryshme, arabe, qerë, ndihmat të ndryshme. Në bursat e para që kam qurë, ato të para që kam studiu, jashtë 22 vetë kanë qenë, i morën prej Koprikut 2, prej Shkodrës 4, prej Kavajës 2, prej Tiranës 4, prej Beratit 2, prej Dibrës 2, të zgjedhën nga familjet e me që kishin një qikë. Dhe shumica atyne nuk duret se nga shpreja ime që jo gjitha lullet e Bafqavolit do venosen në vazë sultanit. Disa kanë dalë që kanë shërby fesë, shërbejnë fesë. Pra, edhe Shqipëni me një mision tjetër të shikëtu. Përpara ishte prej larkë, selami prej larkë. Ta nuk ishte selam të ishte që mund të mashim ne me këtë dhe... Nga fërsia. Nga fërsia dhe fillon pra këto që bursa nimet, Shqipënia ishte fukaral da ke malë, boks ishte. Nimet që do bishin nga Kuwait, ma ne nuk ishte qëllimi vetëm që ishte fetare xhamia, u fillu përlërtimi xhamia parë që nërtu që Koprikut në treshit. Dhe ishte edhe se lidha Shqipënisë, Shqipënia ishte iselume, Shqipënia si ishte njoftë, s'kishte marrëdhënie me Arabinë Saudite, s'kishte marrëdhënie me Kuvejtin, s'kishte marrëdhënie me shumë vende të ndryshme, s'kishte marrëdhënie me botën islame që është Indonezia, Malezia, ishim jetim. Dhe s'mund të bënim ne që t'i afronim të. Dhe alhamdulillah me njohet që pa ata mësën, fillon në vizita parë që Sali Berisha si president në 92-shin, e ndërmoni Kuwait, marrin në Arabi Saudite, marrin në Egjipt. Pra të man, ishte një përpjekje gjithanshme. Ne si hoxhallar, nuk do t'jemi të koncentruar vetëm këtë xhamia që është kryesore, kuptohet. Ne do t'jemi ambasador të çdo çështje. Ku do të jemi? Nuk jemi këtu. T'jemi një zë që të dëgjohet jo thjesht vetëm nga një burim xhamia aty, por në zonë shoqëni, zonë marrëdhënie të ndryshme, pa ta lozëm rolin tonë siç duhet. Mos t'jemi thjesht të izoluar, ose vetë izoluar në sferën e ngushtë aty. Po të kemi një aktivitet të gjithanshëm, shoqënor në gjitha foresterat e jetës. Subhanallahu, çdo gjë ka fillimin e vet dhe ka mbarimin e vet. Por siç keni thënë, njerëzit të cilët ju përshkruan në forma të ndryshme, duke thënë se mbas Sabri Koçit, Hafiz Sabri Koçit, muftiut Rahmet Pasta, Allah më shiroft, ju jeni nga figurat më të njohura dhe emblema islamit dhe hoxhallarëve në Shqipëri, hoxh, thirrës, dai, poet. Lusim Allahun fuqi plot që t'ju shpërblej, t'ju begatoj, masha Allah në këto vite më të ri, po dukeni se sa ne, edhe masha Allah po punoni dhe nuk po ndaleni. Lusim Allahun fuqi plot që t'ju begatoj me mirësitë e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, të ruaj familjen tuaj dhe të mos ndaleni kurrë inshallah. Lusim Allahun fuqi plot që vetëm ky mëxhlis jon të jetë i dobishëm. Cili do të ishte mesazhi juaj për ulqenakët tanë? Wallahi Allahu ndërof për lutjes që bane, Allahu na bëft dobishëm. Amin.
Kur do gjithmonë, çdo moshë jemi, çdo kohë që jemi. Se detyra është e madhe, obligimi është i madh. Nuk realizohet ndryshe vetëm me aktivitet. Ulqini për mu ka një vend posaçëm. Allahu Gjeshanu ju ka rujt, në qujtë si një oazë, Zoti i rujt, nga të gjitha peripecit që ndodhen në rajon, të gjithë të hangën nga i shoplake ju pështu të mirë, mashallah. E kjo vjen në mërmenja me sigur nga veprat e mira që kanë marrë parë tuaj. Më thënë drejtën, unë që e shofër në kështu këte, ruhet një kulturë fetare, dikush më ta marrin se është thjesht, por është themelore. Është themelore, isha sot në xhami fala namazin e xumas dhe një plakë takova, dhe më tha si e valla, tha mja bën shikiri. E keni shumë të kësu me këtë fjalë ju. Edhe e shoh më shumë ose dëgjoj më shumë se në vendet shqiptare të tjera me kufrit shqip. Shiqyrin e keni në gojën, hamin. Dhe unë i them që sidomos ju si hoxhallar flasim për fushën tonë. Ju keni shumë me bërë. Jo më tash, mos përqinoni thjesht në xhami jeni aktiv kudo. Të njihet prezenca juaj kudo që shkoni. Jeni ato njerëz që jeni frymëzues. Që shohin dikush për të thënë mashallah, t'ju mbaj vend. Duhet se jeni mbarësit e Kuranit, mbarësit e hadithit, mbarësit e amanitit të Allahu Gjeshanu. Pra t'jeni të cilët frymëzoni të tjerë. Nëse ke mundësi me një gjë sa do këtë që po bën jo punë që i të bati, nuk është lehtë, kjo është një punë frymëzuese, për këto të gjithë të bëjnë këtë jo, për të jenë mbështetësit tuaj. Do të që ta duan këtë punë, të falenderojnë, se ti nuk ke nevojë se ke fillu këtë me prit falënderimi për dikujt, e bën të Allahu ta ka dhënë, dëshirën e ke, mundësinë e ke, por është mirë që edhe të tjerët. Ne kemi një gjë që e shoh në për krejtë zbiset tona. Nuk jemi shumë ne simpatizant ose ta shprehim, për shkak nëse një hoç ka bën një libër ose ka bën diçka, me që jemi na ato që shprehim entuziazmin, shprehim kënaqësinë për punën që ka bën. Të japim dorën. Nga një herë ne bëjmë sikur se kena pa, sikur se kena ditë. Shumë e dëmshme kjo. Që ne nuk e bëjmë këtë, si hoxhallar, kush do e bëjnë këtë? Që për shembull një koleg, të flasë fjalë koleg, ka bën diçka për gëzoje, afroje, nëse ka bën një libër, merre, lexoje, fol për të, se kjo është e gjithëve, se është vetëm atij personit që ka shkruar. Solidariteti, bashkëpunimi, afrimiteti me njëri tjetrin janë pika kyçe kryesore që na bashkojnë gjithmonë. Pra të jemi gjithmonë ato të cilët ta duam një tjetrin për hir të Allahut. Ta afrojmë. Që dhe xhamati ta shohin një gjatë tillë. Xhamati si bëhet tërbjet, si kultirohet njëri, si pra ne unë juroj gjithë mirat, u tha unë vi shpesh të Shenulqin, është një nga vendet që unë e çmoj shumë edhe si vend, si natyrë, që ka dhënë Zoti, por edhe ju vetë si popull, nuk them se jeni engjëj, jeni me legjë gjithë njerëz, por keni mirësi të mëdha, keni gjëra të mira. Mësoni fëmijët tuaj në këtë rrugë. Ata të parë tuaj, si parë tjerë, kanë qenë pa lavs, pa kalem, s'kanë pas diploma ata të ndryshme, kanë pas diplomën e tërbietit, edukatës fetare, ato na kanë prunë deri sot. Ato burra, ato nana, ato baballarë që ishin. Donë se ma të dihet pak nga pikpamja tradicionale mësime me shkollët që kemi ne sot, po kanë qenë ato hoxhallarë të vjetër që kanë shkuar me prindë për xhamia të ndryshme me kanina dorë, ata kanë sot ne kemi makina kanë transferat, kanë drita në katëron, por ato ishin pranit, mos t'i harrojmë ata, t'i kujtojmë ata, dhe mos thonë që ata s'kan ditë, po ne sot po dimë, sot po bëjmë. Ato të kanë pruti këtë sot. Ato na kanë pruti, pra ne mos t'i ignorojmë ata, por t'i japim hakun e duhur. Se nëse ne mundon me qilë si ulet, ne shkutim nga realiteti, se ti në realitet nuk e heq dot, edhe nëse don. Pra të bëjmë çështë mujtën që jemi afër një tjetrit, kontribuojmë së bashku, se vetëm s'bëhet kur gjë. Allahu na ruaj,
Allah na bashkoftë në hajër. Allah ju ruajt jurinin e hoxhallarët se bashkëpunojnë me tjetrin. Mos shikoni se kush rin i pari në sofrë, kush rin i pari në vend, por kush është i pari në punë të mira, në vepra të mira. Më bani Allah dhe na mos na harroni doa në lutje. Inshallah Ramazani na gjan mirë gjithë. U pashim më herë. Faleminderit shumë. Allah ju shpërbleft. Të nderuar ndjekës të portalet të Majlisit të Bashkisë së Ulqinit, do ta cekë një detaj që ne jemi duke ingjizuar këtë podcast, këtë mëngjelis me hoxhën në muajin Shaban apo në përfundim të muajit të janarit, por hoxha është pas disa ditëve duke udhëtuar për Amerikë, ku hoxha rreth 25 vite. Çdo Ramazan e kalon në Amerikë dhe kur një teravi nuk e falen në të njëjtin xhamat. Ka kohë ka natë ku e ndryshon edhe shtetin, jo vetëm se vetëm xhamatin, qytetin, por edhe shtetin, vetëm se vetëm të jetë pranë xhamatit dhe pranë njerëzve. Lutim Allahun fuqi plot që të na forcojë në udhëzimin e tij, lutim Allahun fuqi plot që të na bëjë nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Ne shihemi në vazhdim. Allah ju ruajt, Allah ju beqatoft me të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.